Mirë se erdhët në podcastin Univlora, një iniciativë e Laboratorit Mediatik të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, që këtë vit të ri akademik nisë rrugtimin e vetë si një hapësirë për ide, dialog dhe frymëzim. Ky podcast është më shumë se një projekt, është një përvojë për studentët, pedagogët dhe komunitetin tonë, një mundësi për të ndarë histori, për të ngritur pikpyetje, por edhe për të reflektuar së bashku mbi sfidat dhe ëndrat e brezit të ri. Në episodin tonë të parë për këtë vit akademik kemi kënaqësinë të mirëpresim një të ftuar që mishëron vetë frymën e angazhimit dhe të vizionit për të rinjt. Ajo është Sara Bodo, drejtoreshe e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, një zë që ka ndihmuar në ndërtimin e politikave rinore në nivel kombëtar, duke u fokusuar te krijimi i mundësive për pjesëmarrje, inovacion dhe zhvillim personal. Për ne, është veçanërisht e bukur ta kemi sot këtu në podcastin ton Sarën, sepse Sara është një vajzë e Vlorës që ka ruajtur gjithmonë lidhjen me qytetin dhe me rinin e saj. Do të flasim për rënjët dhe përvojën e saj personale në qytet, për sfidat e të rinjve shqiptar sot, për bashkëpunimin mes institucioneve dhe universiteteve, por mbi të gjitha dhe për rolin që mund të ketë media universitare si një zë i ri për ndryshim në komunitet. Sara, mirë se erdhe në podcastin Univlora. Sara, si qytetare e Vlorës, ti ke lindur, i arritur në qytetin e Vlorës, prindrit e tu janë qytetarë vlonjat, sa kanë ndikuar rënjët e tua, gjeneza, por edhe eksperiencat e tua gjithmonë në ndikimin ndaj të rinjve? Unë në fakt gjithmonë e them që nëse një i ri ja del në Vlorë, ja del kudo në botë. Sepse Vlora të mëson të jesh i fortë, Vlora të mëson të jesh i pavarur, të mëson që jo të presë që të tjerët ta japin mundësinë, po ta rëmbesh atë. Dhe kjo në fakt si filozofi më ka ndihmuar shumë në jetë për të kuptuar që njeri nëse përpiqet, gjithmonë arrin rrugën dhe suksesin. Dhe kjo unë jam shembull i konkret, e kam filluar nga forumet rinore dhe sot jam drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Dhe më beso, Marieta, që ka qenë një rrugë me shumë përpjekje dhe nuk e kam pas fatin aq shumë me vete si që mund të duket. E qartë. Sara, cilat janë ato kujtime apo ato momente nga rinia jote të cilat në fakt kanë formuar vizionin tënd? Rinia ime ka qenë shumë aktive. Unë kam qenë pjesë e forumeve rinore dhe e shoqërisë civile në Vlorë. Një nisëm që unë kam qenë pjesë asaj kohe, ka qenë Parlamenti Rinor dhe në fakt unë e them kudo që kam përshtypjen se ajo eksperiencë më ka bërë atë që unë jam sot. Dhe në diskutimet që unë bëj me stafin e agjencisë, them që duhet rikthyer një nisëm e tillë në qytetin e Vlorës. Dhe aty pata fatin në fakt që të punoj me shumë të rinj dhe me njerëz me shumë potencial, mësova se si është të punosh në grup, kuptova se sa mund të arrish kur të gjithë punojmë së bashku. Çfarë të frymëzon më shumë, Sara, tek komuniteti të rinjve edhe tek të rinjt e Vlorës? Për sa kohë dhe ti ke lindur, je rritur dhe ke mbaruar dhe gjimnazin këtu në Vlorë, apo jo? Patjetër. Mua në fakt më frymëzon karakteri fort që ka rinia, sidomos e Vlorës, janë ambicioz, janë luftarak, janë plot energji dhe guxim. Ka një shpirt tipik vlonjat, them, krenar, po dhe me zemër shumë të madhe. Dhe unë e shoh këtë si kapital njerëzor të jashtëzakonshëm dhe nëse investon te kjo strategji dhe te kjo energji, kthimi është i sigurt, sepse është një brez që di të eci përpara. Ti e ke prekur edhe vetë kur ke qenë gjimnaziste, që kanë munguar shumë iniciativa, shumë projekte, dhe tani që ti je në këtë pozicion, është fati më i mirë dhe më i madh që patjetër ti do qëndrosh pranë të rinjve në çfarë ata dëshirojnë edhe u nevojitet. Apo jo, Sara? Patjetër. Bukur. Unë në fakt vizioni i Agjencisë Kombëtare të Rinisë, unë e kam darë në 5 dritare kryesore dhe kam nisur me fjalën dinjitet dhe përfundoj me Shqipërinë dhe rinin në 2030. Dhe jo më kote kam nisur në të tillë mënyrë.
sepse mendoj që çdo gjë fillon nga dinjiteti të rinjve. Por nëse flasim për gjithë përfshirje, kemi të bëjmë me dinjitetin, me grupet e marginalizuara, me arsimin cilësor, duhet të jetë një arsim dinjitoz, me punësimin, punësimi duhet të jetë dinjitoz. Dhe jo më kot kam zgjedhur fjalën dinjitet për ta hapur vizionin tim personal për Agjencinë Kombëtare të Rinisë. Dhe pse e mbyll me Rinin 2030, sepse ky është qëllimi jon në fund si Rini dhe unë si drejtuese e institucionit, pavarësisht gjithë legjislacionit që ne duhet të parafrojmë me Bashkimin Evropian për të përmbushur kapitull që ne nuk kemi një kapitull të veçantë që flet për Rinin, po kemi Rinia prek në mënyrë direkte dhe indirekte disa grup kapitujt që siç është kapitulli 29, 26, siç është kapitulli 19 dhe 23, por kjo nuk duhet të jetë thjesht çështje kapitujsh. Rinia dhe vizioni i agjencisë duhet që të jetë për një rini europiane në mentalitet, në mënyrën se si mendojmë, në mënyrën se si veprojmë dhe në përditshmërinë tonë. Mendon Sara se këto janë dhe prioritetet bazë të agjencisë? Këto janë prioritetet bazë, ne kemi strategjinë kombëtare të rinisë, në fakt, por unë personalisht kam dhe vizionin tim për agjensinë, që patjetër veç këtyre fushave që unë përmenda, do ketë një përparësi dhe inovacioni, teknologjia, inteligencia artificiale, sporti, kultura dhe diaspora duhet të jetë pjesë e familjes. Është shumë e rëndësishme që të jetë që Shqipëria të bëhet më e madhe se ç'është, bashkë me diasporën. Brain gain gjithashtu është një fushë prioritare për mua. Personalisht mendoj që Vlora ka shumë nevojë, sidomos Vlora ka shumë nevojë për projekte. Dhe kam përshtypjen se jo më kot kryeministri më ka zgjedhur në krye të agjencisë për t'i dhënë një vëmendje të veçantë edhe qarkut Vlorës. Si fatkeqësisht më duhet ta them që nuk ka qenë dhe aq i parë, domethënë nga qeveria ka qenë shumë i parë në aspekte të tjera, por në aspektin rinor dhe të projekteve mendoj që duhet vëmendje më veçantë. Ka pasur ngërç. Po. Cilat janë sfidat që ju keni hasur dhe ndoshta edhe ndonjë projekt që momentalisht mund ta keni në mendje, kryesisht për qarkun e Vlorës? Sfida më e madhe është të krijosh programe që flasin me realitetin. Ne në fakt provojmë programe për fat keq dhe kjo është sfida ime më e madhe që nga që institucionalizohemi shumë, bëjmë programe nga lart poshtë, ndërkohë që vëmendja duhet të jetë tek të rinjt. Unë mundohem shumë me aq sa kam mundësi që të jem sa më pranë të rinjve për të kuptuar realitetin, sepse kur kam qenë gjimnaziste, unë nuk kam dëgjuar të rriturit, të themi, por kam dëgjuar moshatarët e mi. Dhe kjo duhet të jetë dhe motoja jonë, rinia për rinin. Të rinë flasin në gjuhën e tyre, ne duhet të flasim në gjuhën e tyre, ne nuk duhet të flasim në gjuhën tonë. Unë në aktivitetin e përditshme kam takime me ndërkombëtar, me institucione, me stakeholders të ndryshëm dhe kjo na bën që ne të formalizohemi dhe të krijojmë disa workshope, disa trajnime, që në fakt nuk është ajo që do rinia konkretisht. Rinia do të flasë në gjuhën e vet, do aktivitete argëtuese, po gjithashtu dhe edukuese. Duhet të bëjmë konsultime të gjëra me rinin, duhet të dëgjojmë dhe në fakt unë dua ta përgëzoj shumë dhe universitetin për këshillin studentor që ka të shkëlqyer. Dhe mendoj që nga këto këshilla, siç është këshilli studentor, por dhe këshilli vendor rinor që është pjesë e bashkive, këta duhet të jenë aktorët kryesor për mua për ne si Agjenci Kombëtare të Rinisë. Atëherë, si e shihni ju bashkëpunimin mes agjencisë dhe universiteteve? Sigurisht për të nxitur krijimtarinë dhe angazhimin qytetar. Në fakt, universiteti është laboratori i zhvillimit shoqëror dhe personal, çdotëriu dhe profesional. Dhe Agjencia Kombëtare e Rinisë ka bashkëpunime me shumë universitete dhe së fundmi unë kam pasur një bisedë me rektorin e Universitetit të Vlorës ku kam diskutuar për të bërë një partnership mes Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe universitetit për të krijuar programe të reja për të motivuar të rinjt. Kështu që ky pavarësisht gjithë bashkëpunimeve që kemi me universitete në gjithë Shqipërinë, ky do jetë hapi i radhës, një partnership me Universitetin e Vlorës.
Dhe besoj një ndër projektet më të suksesshme, besoj se do jetë projekt i suksesshëm. Vlora ka shumë potencial dhe kam përshtypjen se në Vlorë mungon vetëm ajo të themi vetëm ajo shtysa që duhet në fakt nga institucionet. Vlonjatët janë shumë ambicioz dhe kurajoz në gjërat që bëjnë dhe kam përshtypjen se Universiteti i Vlorës në bashkëpunim me agjencisë do sjellë gjëra shumë bukura. Aktualisht keni ndonjë projekt? Në qarkun e Vlorës janë disa organizata që financohen nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, por mendoj që vëmendja në drejtimin tim do shtohet, edhe nuk dua të jem diskriminuese në këtë rast. Por si nga Vlora që janë, patjetër që do e kem vëmendje më të shtuar për qarkun. Atëherë, Sara, si mund të frymëzojmë më shumë të rinjt të angazhohen në komunitet, por edhe të zhvillojnë iniciativa të ndryshme, dhe mbi të gjitha, në cilat fusha ju mendoni se të rinjt kanë më shumë potencial? Unë mendoj që rinia frymëzohet vetë nga rinia. Në fakt, ne kemi propozuar si Agjencia Kombëtare të Rinisë një program të ri që do kalojë me vendim të Këshillit të Ministrave që flet për grupet informale. Grupet informale është një program që e ka me shumë, të themi, me pasion dhe dëshirë dhe kryeministri i vendit, për faktin se është më pak burokratik si procedurë. Pra nuk është tek ne, siç mund ta dini, aplikojnë organizata jo fitimprurëse për të marrë grante për ide të ndryshme që impaktojnë patjetër të rinjt, kurse grupet informale do jenë drejt për drejt, të shkojmë direkt kapim të rinjt, pa kaluar nëpërmjet organizatave, ku të rinjt nga deri në 29 vjeç bëhen bashk, shkojnë tek noteri, edhe një ide dhe ka një procedurë shumë të thjeshtë për të raportuar tek ne dhe sjellin ide për qytetin e tyre. Dhe kjo mendoj që është një nga ato iniciativa që impaktojnë dhe e frymëzojnë të rinjt, sepse në fund të ditës çfarë duan ata e realizojnë, pa kaluar nëpërmjet organizatave që patjetër që do vazhdojnë që ti financojnë, por do jetë një mënyrë më drejt për drejt, themi. Është implementuar kjo, Sara, apo do të nisi tani së shpejti? Kjo ne kemi propozuar si ide dhe presim vetëm miratimin në Këshillin e Ministrave në VKM. Ku mund t'ju ndjekin të rinjt për të marrë informacion të detajuar? Ne kemi website-et tona të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, kemi faqet e Instagramit, Facebooku, rrjetet e komunikimit, LinkedInin, dhe ne jemi shumë aktiv në dhënien e informacionit përditshëm, por gjithashtu mund të vinë dhe prapë zyrave të agjencisë. Zyrat e agjencisë janë gjithmonë të hapura për çdo të ri dhe telefoni im është non-stop në përgjigje. Jam shumë afër me ta dhe do vazhdoj të jem afër me ta kudo të shkoj. Kështu që mendoj që informacionin për Agjencinë Kombëtare të Rinisë e marrin 360 gradë. Çfarë të motivon më shumë në punën me të rinjt? Motivimi im më i madh është vetë historia ime, siç u thash, unë kam marrë nga forumet rinore dhe nga shoqëria civile dhe kam kaluar shumë sfida dhe përpjekje. Unë e kam startuar në fakt nga zero. E kam nisur me një grup shumë të vogël të rinj dhe kam përfunduar të kem një forum shumë të madh në asaj kohe. Dhe mendoj që kam të dështuar shumë dhe mendoj që kjo duhet të jetë mesazhi dhe ajo që unë dua t'i them të rinjve sot, është që duhet të provoni, të dështoni, të riprovoni, të dështoni përsëri. Dhe kjo është për mendimin tim ajo që më motivon më shumë në punën time të përgjithshme dhe mendoj që siç thash më parë, një i ri që do të arrijë diçka e arrin me çdo kusht në momentin që punon dhe përpiqet. Sara, ne sot jemi në laboratorin mediatik të Universitetit Vlorës dhe aktualisht në podcastin Univlora. Si e sheh ti rolin e një laboratori mediatik në universitet? Mendoj që si iniciativë duhet të përhapet në çdo universitet dhe e vetmja gjë që dua t'ju them është suportin tim si drejtoresh Agjencisë Kombëtare të Rinisë, do ta keni në çdo moment dhe e hapëm sot bashk,
por kam përshtypjen se do ta mbyllim bashkë vitin. Faleminderit. Në fakt, unë e kisha në planin tim të pyetjeve, a e shihni median universitare si një partner strategjik, por përgjigjen e mora. Patyshim, po. Sara, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e podcastit Univlora dhe që këtë vit akademik ne e çelëm së bashku. Faleminderit shumë për ftesën. Ju përgëzoj shumë dhe jam shumë e lumtur që unë jam sot këtu. Si drejtuese e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, mendoj që këto nisma janë shumë të mira për të rinjt. Dhe dua të falenderoj dhe gjithashtu dhe rektoren e Universitetit të Vlorës për këtë iniciativë. Në fakt, Profesora Aurela Salia. Patjetër. Dhe në fakt, profesorja Aurela është shembull i konkret që kur të rinjt bëhen bashkë, gjejnë dhe nxjerrin produktin më të mirë. Atëherë, ju faleminderit që na dëgjuat. Gjatë këtij viti akademik do të sjellim edhe episode të reja me student, me profesionist, me aktivist, por dhe me figura që frymëzojnë sepse ne besojmë se çdo bisedë mund të bëhet një shkëndij për ndryshim.